duke folur këtu Zërni studio, formus kryesor tani e jep zonja Mariana Koçeku, se po jap zë asaj me që ka qenë në protestë, po i marr lejen që Koçeku, ishte deputetja e Partisë Socialiste. Mariana Koçeku. Ajo ishte deputetja e Partisë Socialiste. Edhe çfarë roli ka në raport me paketën e malë? Ajo është e penduar për atë gjë dhe ka dalë në shesh për gjithë veprimtarinë që ka bërë me ligjet që ka qenë detyruar të Mariana Koçeku është një ish kolege imja, e cila erdhi dhe në Parlamentin e Shqipërisë, si e para e listës së mbyllur me besimin që i dha Partia Socialiste, si një person i ardhur nga biznes, Partia Socialiste, si një person i cili kishte kontribut vetëm në biznesin privat që kishte ngritur, atë bujtinën atje në zonën e saj, në fakt një biznes shumë i suksesshëm, dhe paketa maleve për ta thënë shkurt e saktë dhe që ta lidhe dhe me Marianën me që e lidhet ju me Marianën, është pikërisht për të mbështetur qytetarët e thjesht të atyre zonave për të ngritur bizneset të asaj natyre dhe për të pajisur në një mënyrë shumë të thjesht me dokumentat e pronësisë të